Lidhja e tyre nisi brenda mureve të shtëpisë më të famshme në Shqipëri dhe duket se rrugtimi i Brikena Selmanit dhe Mateo Borrit po vazhdoni fort edhe pas përfundimit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri numër 5. Pas martesës së tyre simbolike gjatë lojës, shumë djegës ishin kurioz nëse romanca do të rezistonte jetës reale. Dysha po dëshmon pikërisht qëndrueshmërinë e kësaj lidhje çdo ditë më shumë, duke u shfaqur të pandashëm në publik dhe duke kaluar çdo moment të lirë bashkë. Së fundmi Brikena ka ndarë në Instagram një moment mjaft romantik nga përditshmëria e tyre. Ajo ka publikuar një imazh ku shfaqet Mateo i buzëqeshur, teksa shikon një portret gjigant të saj. Në pikturë Brikena paraqitet me një kurorë dhe me një fustan elegant, ndërsa shikimi i Mateos tregon qartë admirimin për të. Kjo foto e shkrepur nga vetë modela konfirmon se vëmendja e finalistit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri është tërësisht e përqendruar tek partnerja e tij. Çifti i cili kaloi dinamika të forta dhe momente sfiduese gjatë rrugtimit televiziv, po tregon se kimia mes tyre vazhdon edhe pas ndarjes nga izolimi. Ata po shkojnë kohë me njëri tjetrin, pa harruar të mbajnë të përditësuar publikun që i mbështeti që nga dita e parë. Me këtë imazh të fundit, Brikena dhe Mateo vërtetojnë edhe një herë se janë ndër dyshet më simpatike dhe më të ndjekur atë momentit në showbizin tonë.